Mbrëmjen e së ejtës në vigjilje të 28 nëntorit, muret i rënë të Kalas së Elbasanit u shndruan në një tablo magjike, teksa u ndriçuan me ngjyra të kuqezi, një pamje mbresëlënëse nga zemra e Shqipërisë që paralajmëronte festën më të madhe kombëtare, por ndryshe nga pritshmëritë, e nesërmja nuk solli surpriza për qytetarët. Edhe Elbasani përkujton sot 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar. Edhe pse ishte i pari qytet i cili shpalli më vetësin, duhet të them se aktivitetet festuese në qendrën e Shqipërisë kanë qenë me pikatore. Duket se më tepër vëmendje kanë marrë aktivitetet zyrtare të mbajtura qoftë nga mazhoranca dhe më pas nga opozita në qytetin e Elbasanit, ndërkohë që aktivitetet të cilat bëjnë bashkë qytetarët të risjellin në vëmendje historinë apo dhe simbolet tona kombëtare kanë qenë të pakta. Në Elbasan, ceremonialet zyrtare u zhvilluan sipas protokolleve të njohura, duke i mbajtur qytetarët kryesisht në rolin e spektatorëve. Fjalimet të përgatitura në letër, pa shumë emocion, shoqëruan edhe këtë vit aktivitetet në nder të ditës së pavarësisë. Fillimisht Bashkia e Elbasanit zhvilloi homazhe prambuesit të firmëtarit të aktit të pavarësisë, Aqif Pasha, të pranishëm ishin deputet, drejtues lokal dhe punonjës të administratës. Është zakonshme për Shqipërinë, ditën e flamurit. Ditën kur disa burra të nderuar të këtij qyteti për të gjithë Shqipërisë u bën bashkëmbëlor për të mbrojtur flamurin dhe për shpallur pavarësinë e Shqipërisë. Sot ne nuk përkujtojmë vetëm një akt politik, por një moment shpirtëror. 29 nëntori është dita kur një komb i vogël i tregoi botës se dinjiteti dhe vullneti i një populli janë më të fortë se çdo pengesë. Rreth një orë më pas, në të njëjtin buzë të dega lokale e Partisë Demokratike vendosi kurora Milule, me një pjesëmarrje dukshëm më të ulët. Ceremonia përfundoi shpejt duke lënë sheshin simbol të historisë dhe sakrificës të boshatisur, si një ditë e zakonshme pushimi. Në një ditë të vështirë, ku Shqipëria nuk i ka më ato burrat e dikushëm, në një vend i cili është kthyer fatkeqësisht, ja them, po duhet të thënë sot, në vend e krimit, në vend e padrejtësisë. Përjashtim bën vetëm aktivitetet në shkolla dhe 2 koncertet e programuara në teatrin Skampa, por të tyre duket se festat kombëtare shijon më shumë si ditë pushimi, sesa si mundësi për të organizuar veprimtari që sensibilizojnë dhe argëtojnë qytetarët. Në këtë periudhë agjencitë turistike flasin për një rritje të ndjeshme të largimeve jashtë vendit, duke kthyer 28 nëntorin në një mundësi për arratisje